Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte do të kemi kontributorin e emisionit ton, Ben Andonin. Ben, mirë se ke ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjej, kënaqësi. Ben, gjatë kësaj jave kanë ndodhur shumë gjëra. Ndodhi ajo që kanë parlament që nuk u lëshua Belinda Balluku. Nga ana ligjore këtu nuk ka asnjë shkelje mendoj, sepse ka atë të drejtë parlamenti. Por në anën tjetër edhe Spaku sikur po te kalon atë çka duhet ketë në thelbin e saj drejtësia, më duket më shumë si një aksion, jo për mos ndëshkuar korrupsionin në Shqipëri, i cili pa diskutim është shqetësues, por mënyra se si do të bëhet ky operim. Unë e kemi diskutuar edhe përpara, them që pse do dënohen 3 vetë për korrupsion, as nuk zhduket korrupsioni, dhe as nuk zgjidhet ky problem. Fjala për ju. Qartë. Keni shumë të drejtë, publiku shqiptar do të donte. Unë mendoj një pjesë e publikut shqiptar, sepse një pjesë e madhe me çfarë shikoj përcjellin dhe po shikoj reminiscenca dhe kohës komunizmit, që kanë qef të dëgjojnë zhurmë, kanë qef të dëgjojnë dikë që dënohet, kanë qef të dëgjojnë propagandën kundër një personi, i cili ka arritje, ka zhvillimet e tij, ka caqet e tij dhe pastaj ka dhe rënien e tij. Zoja Balluku është një rast i tillë. Kur vjen puna te Spaku me atë investim të madh që kanë bërë shqiptarët, shteti shqiptar, shoqëria shqiptare, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës, sidomos Shtetet e jo, Bashkuara financiarisht. Po them për pjesën e sakrificës së shqiptar, ndërsa pjesa financiare i takon Shtetet e Bashkuara dhe vendeve të tjera. Por shqiptarët po vuajnë jashtëzakonisht reformë në drejtësi. Dhe kjo reformë në vend që të merrej, të çojë më sipër, të përmirësonte standardet e më përparshme, të parashtronte ide të qarta, të mos rrithte informacionin, të mos bënte të dukshme, tash në ditët e fundit po shqyrtohet diçka që të dhënat personale nuk do bëhen më të ditura siç janë bërë deri tani nga organet e drejtësisë, dhe nëse Spaku do të bënte këto dhe do kopsiste një dosje të qartë dhe do çonte në GJKK, unë po mendoj që publiku do ishte i qetësuar dhe nga ana tjetër personazhet e politikës do kishin frikë. Në rastin e zonës Balluku, shqetësim është shumë i madh për një arsye. Është e vërtet që në momentin ku jemi, paradoksalisht, mbi të nuk ka akuzë direkte për korrupsion, por ka akuza për shkeljet barazisë në tendera. Ndërkohë që varësit e saj, të paktën nga përgjimet që kanë dalë, dhe që në mendimin tim dëshin mbajtur të fsheta nga drejtësia, sekretet i morë dhe të shkonte në kokë të problemet, duket që zonja Balluku është pjesë, dhe kjo është një gjykim të themi me induksion, jo me deduksion, që zonja përballet dhe indirekt mendoj që është e përfshirë në korrupsion. Dukja janë rrugët në vendin tonë, gjendja e rrugëve në vendin tonë, gjendja e infrastrukturës, shpërdorimi shumë i madh i paras publike, mënyra se si ndërtohet një pjesë e madhe në vend, e tjera. Për të gjitha këto, Spaku mund të bënte një lloj balancimi të kujdesshëm, ndërkohë që qeveria në mendimin tim, Zoti Rama, mund ta kursente publikun nga emri i zonës Balluku, që përpara se të ndërtonte ekzekutivin e parë në fillim të mandatit të tij të 4, zonja Balluku ishte nga personazhet e cila jo thjesht përflitej, po dukej që perceptohej, dhe perceptimi publik nuk është një perceptim thjesht i ngritur mbi propagandë, po është një perceptim nga realiteti. Nuk kam thënë gjithmonë, jo vetëm sot, po edhe kur ka qenë PD janë pushtet,
10% çfarë perceptohet, si kur tjetë vërtet që realisht është një 10% që merret, është mjaft për të thonë mjaft kësaj klase politike. Kissinger dikur thoshte diçka që 10% e politikanëve të korruptuar, ai fliste për rastin amerikan kur Amerika akoma mbarte kanone shumë të mëdha, megjithëse zoti Kissinger ka kaluar disa president, po thoshte 10% e politikanëve të korruptuar u japin atë damkën e keqe 90% të tyre. Kurse këtu është vice versa, I think, mendoj. Këtu është diçka më tjetër. Unë besoj që korrupsioni këtu është kthyer normë, është kthyer po bëhet traditë, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Unë besoj që ju e ndjeni që kur shikon makina luksoze me individ të cilët janë krejt anonim, të cilët nuk bëjnë asnjë punë. Ore 17 vjeç me makina nga $180,000, $200,000. Kur shikon mirëqenie ose kamje të individëve të cilët nuk kanë bërë një ditë punë, atëherë këto janë indicet e para që shoqëria duhet kishte mundësinë, vullnetin, po nëpërmjet drejtësisë të shkonte gjërave në thelb. Me çfarë shikoj edhe këtu më vjen keq ta them. Sado që spaku të punoj tek ne, e ka shumë të vështirë me këtë nivel korrupsioni dhe të keqe që ka përfshirë çdo jetë vendit. Tani e keqja është jo normë, po është realitet, është fuqi dhe është dashuri. Ndërkohë që e mira është, më vjen keq ta them, është gati budallallëk, është krejt e rrallë. Jo ti je i sigurt që ti budalla. Është si në kohën e Diogenit që ti duhet ta gjesh me kandil ku është e mira, në fund, dhe ti çuditesh tani që kur shet të mirën, është njësoj sikur bie borë në qershor, domethënë. Po. Ben, megjithatë, këto që thoni ju janë më së të vërteta. Dhe një krizë e tillë vlerash dhe normash të mirës është edhe në botë. Por jo si kene. Patjetër. Është edhe në botën perëndimore, edhe në SBA apo deshe kudo. Patjetër. Sepse është kjo që thoni ju, quajnë budalla, po mos korruptohesh, po mos vjedhësh, po mos bësh trafik droge, po mos bësh trafik të gjitha këta. Sepse ka një pare që të shpejt dhe kjo pare tash është kthyer në fuqi ajo që thotë. Po. Spaku, a mund të jetë një mekanizëm që mund të bëjë këtë deux mashina të përmbysi gjithçka? Dhe nëse e bën këtë, a mos kemi shembuj të këqij përpara në historinë me këto përmbyse kështu? A duhet shkrim nëpërmjet një procesin, se fundi fundit forca ka treguar që funksionon për momente, por nuk funksionon, është ndërgjegjësimi ai që e sjell njerëzimin në nuk e di apo shpjegohem. Patjetër. Unë po nis nga koncepti juaj, më erdhi shumë mirë që përdorët një koncept Deutz mashina. Ju e dini që në dramën antike greke, Deutz mashina futej në fund të pjesës në mënyrë që t'i jepte zgjidhje realitetit, të cilën deri atëherë autori i linte shumë të vagullt. Dhe nga kjo ti kuptoj që vinte një zgjidhje nga jashtë. Atëherë ishte e kuptueshme se zgjidhja vinte nga Zoti. Nga Zoti, po. Domethënë ishte gati paganizëm në atëherë. Në kohën tonë, spaku nuk e bën dot këtë sepse është institucion i mbajtur nga shteti shqiptar, i subvencionuar nga shteti shqiptar, i adhuruar nga shteti shqiptar dhe i mbështetur për ta kryer. Megjithatë, në ditët e fundit duket që kryeministri Rama nuk është se ka një lloj kënaqësie ose ka një përballje të drejtë me spakun. E para nga një sens normal i tij dhe që është logjik, që spaku përkundrejt pushtetit shumë të madh që ka marrë, nuk po arrin ta justifikoj profesionalisht. Dhe e dyta, që është ai problemi shumë i madh që spaku kur përballet me çështje shumë të mëdha, siç është çështja e Zotit Velia, çështja e Zotit Meta, çështja e Zotit Beqa, çështja e Zotit Ametaj, çështja e inceneratorëve, ka lënë shumë për të dëshiruar. Dhe janë kauzat e mëdha që e bën një institucion
të ketë vlerë. Ju personalisht keni shembullin amerikan dhe institucionet, për shembull Pentagoni, nëse nuk do kishte zëmë suksese specifike, atëherë nuk do e kishte rëndësinë e madhe. Ose të themi FBI. FBI mbahet nga historitë që kanë bërë në vite individ të veçantë, përballje me kriza, mënyrën se si kanë gjetur me mafjen, me të gjitha. Në qoftë se një institucion i tillë që mbështetet nga vendi, që ka buxhet relativisht të mirë, nuk arrin që me rezultatet e veta, me cilësinë e gjykimit të vet, cilësinë e gjykimit, ose dhe me standardin. Standardi them për shembull që mos të nxjerrë të dhëna hetimore, mos të nxjerrë lëndën penale, mos ta përdori lëndën penale për linçim publik. Atëherë po mendoj që SPAK-u do ishte në këtë nivel. Ajo që më rezulton personalisht është që SPAK-u është një institucion si gjithë të tjerët, i mbështetur jashtëzakonisht, po për fatin e keq tani jo siç ka qenë dikur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ka një dhënë që edhe amerikanët vete e pranojnë që i dështoi reforma në drejtësi. Po besoj... Edhe një farë, po të jemi realist, një farë dështimi është bën. Po. Sepse nuk mendoj, ja u thash në fillim, këtu e kam, nuk mendoj që dënimi i 3-4 politikanëve do zgjidhë drejtësinë në Shqipëri. Në anën tjetër janë mira dosjet qytetarëve hallexhi, se fundja fundit to politikan, ka ardhur puna që dalin ka ajo që e keqja është bën normë, po gjithë thonë tash, po hy 2 vjet në burg dhe po mor parë. Edhe për mua është nuk ka nevojë të fush në burg fare, ku janë burimet financiare, merr financat ktheja buxhetit të shtetit. Pikërisht. Standardet që u besuat. Pra, a ka realisht cilësi gjykimi dhe standarde ky SPAK, siç e përmendë? Dhe GKK-ja. Dhe këto mund të çojnë edhe në daljen jashtë njerëzve pa u ndëshku për shkelje procedurash? Shikoni, zoti Demalie, është GKK-ja që tregon realisht nivelin e SPAK-ut. Dhe deri tani GKK-ja ka treguar që SPAK-u lë shumë për të dëshiruar. E para që hetimet e tyre janë shumë të gjata, janë shumë të vagullta dhe mbi të gjitha të marrin në arrest ende pa pasur një akuzë të qartë dhe mbi të gjitha synimi i tyre për të vendosur përballë një politikan që në dukje është jashtëzakonisht i mirë, lë shumë për të dëshiruar në aftësinë e tyre për ta mbushur këtë akuzë, për ta treguar këtë akuzë. Dhe jemi në një realitet që... Jam plotësisht dakord, më fal që ju preva që këta duket sikur nxintojnë më parë të bëjnë arrestimin se sa të mbushin hetimin me një dosje serioze. Po, duket sigurisht gjithë shoqëria ka gati simbolikën e George Orwellit. Po nuk dua ta përmend thjesht tani me Big Brotherin që është një nga subjektet e zbavitjes në Shqipëri, i cili na kanë nxjerrë kulturore, sociale, ore nuk e bën se më dole do ta përmend këtë. Po është tragjedi për një popull që jo vetëm që mbyllen nëpër shtëpi, po dhe lokalet, ditën që është Big Brother, nëpër kafe kanë Big Brotherit. Po do të them, është tmerr, është tmerr tregos se në gjendje ka shku kjo shoqëri dhe faktikisht këtu ke Big Brother merret pastaj, një njeri që është akuzuar për korrupsion, që është Monika, pastaj del dhe në televizion, dhe çfarë shembull japim ne? T'ju them një element, dhe problemi është që ky televizioni që bën këtë ka licencë kombëtare. Dhe dyta që është më shqetësuese, fituesi në mos gaboj i kësaj platforme merr gati 100.000 euro. Nuk e di ne jam i saktë apo jo. Edhe ke pa që ignorancë është aty që si përgjigjen pyetjeve më elementare. Nuk po e them këtë, po e them diçka tjetër. E dini që kaq është buxheti, gati buxheti i teatrit ton kombëtar. Wow. Dhe kjo është shqetësuese. Nuk është shqetësuese. Ne dim nivelin e këtyre, ne dim nivelin e të rinjve. Ne dim mënyrën se si arsimi jon po e kultivon këtë lloj ignorancë.
Po me qa kuptoj, se argumenti jonë ishe për Spakun, të gjithë institucionet në Shqipëri veprojnë me logjikën e Big Brotherit. Do me thonë të vëzhgohesh nga dikush dhe të kesh mundësi të evidentosh sa më shumë gjëra që thjesht të mbetesh në diskursin publik, pa çka se gjërat me të cilat ti mbetesh mund të jenë idiotizmat më të mëdha, që ti nuk e di se çfarë ka qenë Ismail Qemali. Ti nuk e di për shembull që çfarë roli ka e zëm Prince Fiti në historinë e vendit tonë. Ti nuk e di që jeta e vendit tonë institucionale ka filluar në vitin 1920, kjo duhet të ishte pyetje shumë e koklavitur për pjesën aty. Ti nuk e di kur është shiruar nga fashistët. Por e dishin ku është ishulli Sazanit. Po, përveç... Çfarë është Sazani, nuk e dishin çfarë është Sazani. Po. Po ta lejmë këtë. Këtu i ka marrë të lexuara në fakt, sepse është për fatin e madh me që ne dy jemi adhurues të sportit në kohën kur është Big Brother. Ka ambiente, ka platforma sportive që të pakt unë refuzoj të rri në një vend ku është Big Brother. Është tamam ato dhe ne që kemi dhe e kemi ne si popull, ne jemi një popull që kemi qef përgjojmë çiftet. Përgjus çift, përgjus mas brimës Chelsea. Ç'a më intereso mua ai show? Ç'a më intereso ai banalitet? Dhe e kultivon një televizion kombëtar. Kjo është vesh duhet kokë pa hajt. Zot Demalia, unë nuk e di se çfarë pune do bënin njerëz e sigurimit në kohën tonë, nëse do kishin mjete kaq të mëdha përgjimi. Sepse unë shikoj që të gjithë janë disponibël për të përgjuar, për të parë jetën e tjetrit, dhe paradoksin që ose do ma lejone këtë, ne nuk kemi një film artistik kushtuar persekutimit, për shumë si që është jeta e tjetrit që kanë bërë Gjermanët. Sot e kisha atë, ne s'kemi rujt institucionet se do është temë tjera që duhet trajtu në fakt se sot po bisedoja duhet trajtosh këto tema. Sepse një popull që nuk ka kuptu dhe nuk është ballafaqu me të kaluara, nuk ka si të ketë ardhme. Pra ne jemi këtë gjendje. Nuk është puna besoj që do përballen një herë. Pra ne kemi ngel pengi i asaj të kaluarës tonë, pavarësisht Lamborghini që tham. Ben, atëherë si e shef vazhdën e Spakut dhe përplasjen e Spakut me qeverinë, se ka një lloj përplasje tash, dhe përse Rama u mundu ta maj me thonjë Belinda Valluku. Po e filloj nga e para. Unë besoj që niveli goditjeve Spakut do filloj të fashitet. Besoj ky ishte fillimi kur Zoti Brau donte të tregonte staturën e vet dhe kalimin e erës të Zotit Dumani. Tani besoj do filloj të fashitet. Puna më të madhe që ka bërë është puna me Zotin Balluku, po që sfida shumë e madhe do jetë sfida kur ta nxjerrë para drejtësisë argumentat do i qëndrojnë dot punës që kanë bërë ata apo jo. Dhe unë besoj punë më të madhe për ta nuk është se do shohim në vitet në vazhdim. Do të jetë një skifo e madhe për gjithë. Atë që ka u shpresu dhe do ta qenë rënim total, mendojnë që ose Spaku do të dështoj dhe unë mendoj që do të dështoj për qitë argumentat. E para sepse më shumë ata janë marrë me dukjen se sa janë marrë me përmirësimin e tyre profesional, që do thotë një çështje. Le të merrni një çështje të thjeshtë, ti shkoni një çështje ti shkonin deri në fund dhe nga mënyra se si do argumentonin për të dhe si do përballeshin me gjë kërkohen, të krijonin standarde. Unë besoj që janë larg standardeve. Shumë larg. Dhe ndërsa për sa i përket Zotit Rama, unë mendoj që Zoti Rama ka pasur një lloj mbështetje shumë të madhe nga zonja Balluku. Nuk jam në gjendje të them atë që sot shqiptarët e thonë rëndom që Zoti Rama nëpërmjet zonjës Balluku ka mbrojtur asetet e veta dhe të tjera. Kjo do më duhet kisha informacion. Nuk duhet përflas këdo sepse ashtu. Por di diçka, mbrojtja që ka bërë. Kjo ka kriju konfuzion. Për shembull, Balluku ka 100 gabime, por edhe kjo kur thënë 300 apartamente, ku i ka? Po,
Ka këtu, domethënë egzagerimet e inflacionojnë dhe humbin e vërtetën. ka numër, por çka doja t'u thoja ishte kjo që besoj që Zoti Rama nga përzgjedhjet që ka bërë dhe po bën në ekzekutivin e tij, ka filluar të bjerët shumë si personazh publik dhe që do kishte një vend të padiskutueshëm në historinë e ekzekutivit tonë të mas vitit 90. Patjetër ai do ketë pjesë në vetë se ti je 4 herë kryeministër, Mjaftë vetëm që je 4 herë. vetëm 4 herë, por personalisht nga ana cilësore, Zoti Rama Po mirë. me caktimin e individëve pa identitet në ekzekutivin e tij, në administratën e lartë, ka treguar që edhe personalisht është shumë larg atyre standardeve që ai proklamon për Jam publikun. Dhe diçka, do doja që Zoti Rama të rinte shumë më tepër në Shqipëri. Në zemër të Korçës, një diamant I rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Dhe të ishte dorë nga kjo pjesë e aureolës ndërkombëtare, sepse ne e dim që pesha e Shqipërisë dhe vendi që ka mbas Zoti Rama është një vend gati I papërfillshëm, nga ana ekonomike, nga ana politike e tjerë. E sollët ju, ç'a mendoni për rezolutën që bën lidhje me Iranin? E tepërt, Ilir. E tepërt personalisht mendoj që është e tepërt. Ne e dim që Irani është një vend jashtëzakonisht problematik. Neve personalisht me ta kemi një përballje sepse në vendin tonë kemi më shumë se 2000 ca mujahidin, por duke pasur parasysh shumë konjunktura ndërkombëtare, unë mendoj që Shqipëria nuk ka pse të jetë në avangard të gjërave. Se nuk ka asnjë peshë për të qenë në avangard. Sepse nuk ka peshë dhe kjo e bën shumë qesharake pozicionin e saj për të ardhmen. Politikanët duhet mendojnë për vendin për dekada në advance, ndërsa njerëzit të cilët kapin pushtetin dhe janë pushtet mendojnë sot për sot, dhe ky është rasti I Shqipërisë. Ka marrë një falënderim shumë të madh nga Kneseti izraelit, patjetër indirekte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dhe sot nuk besoj që në Amerikë përveç atyre burokratëve që mund ta dinë që është bërë një rezolutë Shqipëri, por ne e dim shumë mirë që me atë peshë që ka Amerika tani në këtë qorsokak që është futur, kjo rezolutë as nuk ngre peshë, as diçka. As nuk e ka vurë iri, Ndërkohë ka që vetëm tregon vetëm qesharak. t'ju them një element, Irani ka probleme të pafundme. Ka probleme në mënyrën se si ata janë munduar të futen në të gjitha të hapësirë. Pa ajo është një hapësirë e mbrojtur me probleme, e lindje e mesme. Por nuk duhet të harrojmë që Irani ka qenë shumë prezent në Shqipëri me kulturën, me shkencën, ka subvencionuar pafund artistë shqiptar, madje edhe presidentët tanë e me radhë. Dhe të bësh një veprim të tillë, unë mendoj jo për Iranin, nuk e kam lidhjen fare me Iranin dhe nuk më bën përshtypje, përveç sensit që ata njerëz duhet të jetojnë mirë dhe kaq. Por të bësh gjëra të tilla kur ne kemi Kosovën që në çdo ditë është para agresionit serb, dhe dua t'ju them këtë zotit Demalia, nuk është e largët dita kur Kosova do sulmohet nga Serbia. Shenjat I ka dhënë dhe shenja më e madhe e frikshme për ne që unë besoj që ju do e kushtoni në emisionet e ardhshme është që gjithmonë më shumë partikulohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do reduktojnë forcat në Amerikë, në Europë, dhe nuk është çudi që të reduktojnë dhe forcat në Kosovë. Dhe kuptoni, pesha do bjerë mbi Europën, pesha do bjerë mbi Shqipërinë.
Ndërkohë që Serbia jo vetëm nuk dialogon për ta hequr Kosovën nga neni 35 nga diskutimi, por Kosova është e padiskutueshme për ta, sepse në të vërtet Kosova ka peshë për Serbinë. Aty fillon shteti mesetar serb, aty janë fillesat e tyre, por Kosova është e pavarur. Dhe ky është realiteti që duhet na trandë. Për këtë duhet të investojmë. Një kaos politik, social. Shumë i madh, po. Ben, ju përmendet me të drejtë që ndoshta Shtetet e Bashkuara, NATO, nuk e di, me të ekzistojmë faktikisht institucione ndërkombëtare në një farë mënyre sikur kanë rënë, OKB-ja nuk është shumë. Diçka që vendos. Duket si OJQ ndërkombëtare. Si OJQ ndërkombëtare, OKB-ja si OJQ ndërkombëtare. Që duket sikur kemi hyrë në fazën e ndërtimit ose jemi në fazën e kalimit nga një sistem, nga një rend i vjetër në një rend të ri botëror që kemi diskutuar se shkak i krizave të sistemeve, dhe me këtë që sapo thatë ju, një ndarje, se që do të ketë një ndarje geopolitike do të ketë, dhe që sollit do të jetë e largët dita, do më thonë, a mund ndryshoj gjithë raportet geopolitike dhe një tërheqje amerikanëve do të na çojnë aty në sulmin e Serbisë ndaj Kosovës? Unë besoj që ne në të ardhmen dhe besoj që qeveria shqiptare ka vepruar shumë mirë në marrëdhënien e saj me Kroacinë. Kroacia është vendi ballkanik dhe Bullgaria, dhe uroj që në këtë marrëdhënien tonë treshe, Kosovë, Kroaci, Shqipëri të futet Bullgaria, Kroacia është vendi i cili gjithmonë i ka nxjerrë dhëmbët serbë. Por mos harrojmë diçka, në kohën e luftës së dytë botërore, Kroacia funksionoi si shtet i pavarur, jo me tendenca, po me bazë naziste. Është një lloj Ukraine moderne. Por në çdo kohë, dhe sidomos nga 91-95, kur ata luftuan me serbët, kroatët gjithmonë kanë luftuar me ta ballë për ballë. Dhe duket që urrejtja është shumë e madhe. Është brenda religioni, është lufta e dytë botërore dhe janë dhe ndarje të tjera. Paçka se artikulues të ndryshëm shikojnë dhe gjëra të përbashkëta. Unë personalisht e shoh në letërsi kanë qasje, jashtëzakonisht. Por neve jemi të vetëm. Shqiptarët qoftë për sa i përket racës, qoftë për sa i përket religionit, qoftë sa i përket prirjeve, ne nuk kemi lidhje me botën slave. Dhe unë besoj që do jemi gjithmonë të rrezikuar, se ne jemi si një enklav në këtë botë ku slavët kanë ardhur, kanë zënë vend, kanë bërë jo thjesht politikat e tyre, por kanë ndërtuar mbijetesën e tyre. Ne nuk shkojmë mirë dhe me Greqinë. A mendon që bota shqiptare mas 90-s dhe mas shtirimit Kosovës nuk ditit ndërtoj një strategji për një rrugë të gjatë si komp në Ballkan? Që vim ke ajo që sa për aty që jemi në rrezik akoma? Zot Demalia, ne kemi pasur mbas viteve 90. Se patëm një moment mirë. Patjetër. Mbas viteve 90, ne kemi pasur pak ideolog. Ka qenë deri diku Zoti Rugova, por për shkak të problematikave të tij, për shkak edhe të konfuzionit të tij, vitet e fundit të Rugovës kanë qenë katastrofike. Paçka sot është ngritur një mit nga pjesa që nuk e njeh historinë e Kosovës. Rugova në fund ka qenë katastrofik. Ka qenë një personazh shumë interesant që serbët e vranë, Ukshin Hoti. Ishte ideolog. Ai e shikonte çështjen shqiptare edhe si nacionalizëm, po edhe si mbijetesë. Për fatin e keq u vra. Ka qenë Arbën Xhaferi. Po. Edhe Arbën Xhaferi mendonte për çështjen shqiptare mbi. Femia Gani ka qenë shumë i kujdesshëm, ka qenë shumë pragmatist dhe unë mendoj që hija e madhe e Rugovës dhe të tjerëve nuk pati mundësi që i ta nxirrte, por ishte personalitet. Absolutisht ishte personalitet. Qosja është personalitet për shumë nacionalist shqiptar
duke ditur edhe këtë pjesën e identitetit tonë që duke qenë një popull më vjen keq që ta them këtë. Pjesa më e madhe e popullit tonë është shumë e pakultivuar. Dhe mendoj që pjesa nacionaliste është pjesa që na mban gjithëve të bashkuar. Se ne të dyve dhe një pjesë e pa e ofenduar, një pjesë e njerëzve ignorant. Bashkuar, por në anën tjetër dhe na dëmton, siç është rasti që po ndodh me Kurtin tashti. Ju kuptoj, por çfarë doja të thoja? Është e pamundur në këtë areal shqiptar që ti të kishe një shkollë mendimi të madhe, domethënë si do jetë shqiptaria mbas 50 vjetësh. Ne nuk po të gjejmë dot për Kosovën. Ne nuk dim, sot jemi në mos gaboj në 20 mars, dhe ne nuk e dim çfarë do ndodhi deri në fund muajit kur është vendimi i gjykatës kushtetuese në Kosovë, që Kosova çfarë do vendosi, do kaloj prapë në zgjedhje apo jo? Sepse nuk kemi mendim. 3 muaj më parë këtë krizë. Po. Dhe pas 3 muaj kur që në dhjetor kur u bën zgjedhje. Dhe në qoftë se do kishim një enklav kulturologjike që për fatin e keq as zoti Kurti as zoti Rama nuk e lejojnë, sepse duan ata që të jenë protagonistë gjithçkaje, neve shtetet tona mund të ecin në bazë të mendimit, mund të respektojë mendimin. Domethënë gjithmonë mendimi shkon përpara shtetit dhe shteti ndjek mendimin. Domethënë ideja bën konstruksionin, shteti bën tullat e të gjitha dhe mban gotinën. Ne nuk e kemi këtë. Shiko si është Kosova, shiko si është Shqipëria. Askush nuk di të thotë sot për Shqipërinë me gjendjen ku është Shqipëria, si do jemi ne në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Edhe nga konjunkturat ndërkombëtare e tjera. Çfarë tregon se desha me dalë kjo situata në Iran, po çfarë tregon kjo dën? Kjo gjendje permanente e jona. Kjo që sapo thatë ju, që nuk jemi në gjendje se çfarë do të ndodhë vitin tjetër. Dhe këtu më kujton fishtën që sapo shpallëm pavarësinë 13-ën, pastaj u bëm prallë në sytë e botës që thot o i zanë, këndoj të vajtoj desha me thanën, se për mu sot nuk është ditë lumnie, po është ditë zije. Unë përdora mas një moti që pamërsinë e kanë dhanën, se të shpekëtë të amon, shqiptari nërmjet vetit nuk i binet, e qka është mazi nërmjet veti po ngrinet. Pra, qarë nëdhë me neve, si kom, kur kemi gjithë të rreth nesh që janë shumë fuqishëm me një backbone të fortë nacionalizmi. Dhe ne shesim shumë men për patriotizëm, po në fakt çfarë ndodh me ne? Që jemi gjithmonë në një humner. Unë përdora sot një metaforë të botuar tek dielli në vitin 22, të një skice që ka bërë Davidson, ka qenë ai karikaturisti që e komisionoi Konica dhe i tregonte historinë e episodet të Shqipërisë e i pikturonte sipas mënyrës së Dhe i ka bërë një fabull shumë të bukur. Shqipëria kthen me vdekjen. Ne kthen me vdekjen. Edhe në vitin 2026. Kjo pjesë është në 2022-shin. Janë një grup shqiptarësh të ulur, me raki, me mish, me gjithë pjesën sociale tonë. Është dhe ushtaraku, është dhe fshatari, është dhe ai i pasur i kështu, dhe shikojnë shqiptaren që është një balerin, sipas Davidson e mendonte të bukur Shqipëri, që kërcen me skeletin e vdekjes. Ne kërcen me skeletin e vdekjes. Dhe ne na mbron Zoti. Prandaj Konica prapë po i drejtohem atij, thoshte armiqt më të ndënjtë shqiptarëve janë vetë shqiptarë. Dhe besoj që kjo fabull... A jemi ne kaq armiqt vetvetes, apo kanë ndikim fqinjet tanë tek politika tona dhe tek... Edhe kjo bën sens, patjetër që ata janë të futur, po t'ju them një element zotit Demalie. Se kam parasysh mas 90-s na ndodhi 97, 98. T'ju them një element. Momentet që ne duhet të forcoheshim si... E dini cili është problemi më i madh i Republikës i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës në momentin që po flasim? Ja. Gjithë njerëzit mendojnë Republika Srpska. Janë kroatët,
dhe më të këqinjt që po e shkatrojnë Bosnjën e dikush janë vetë muslimanët. Vetë muslimanë. Shqiptarët nga ana tjetër po shkatrojnë Shqipërinë, kosovarët po shkatrojnë Kosovën, një pavarësi që ata para 30 vjetësh as nuk e imagjinonin. Në ndër se kishin ta. Shqiptarët janë të deur dhe nuk arrin ta kuptojnë konceptin shtet. Më vjen keq ta them këtë, sepse në momentin që ne nuk dim të hedhim plerat akoma në koshe, e kemi aty dhe nuk e hedhim. Nuk dim që sot në 2026 nuk bërtitet se mund të komunikojmë, nuk ofendohet, e tjera. Ben, për ta përmbledh. Po. Çfarë do të ndodhe me luftën në Iran? Kush do të jetë pozicionimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Përse e nisi këtë luftë? Do përgjigjem shumë shkurt. Po, përse e nisi këtë luftë dhe unë kam ato të mia, po kisha dëshirë të dëgjoj nga ju, përse e nisi këtë luftë dhe a ka dëmtu në arenën ndërkombëtare autoritetin e saj, politika e Trumpit me këtë sulm ku tashti flitet që edhe mund tërhiqet mbrapsht. Që do të jetë katastrofë tërhiqet, po katastrofë do të jetë edhe të vazhdojë këtë luftë. Besoj që zoti Trump do gjente një zgjidhje në fakt administrata që është rreth tij, sepse në fund të këtij muaji ishte parashikuar takimi i tij dhe vizita e tij historike në Kinë, sepse ka kushte disa vjet që nuk ka president amerikan që shkon në Kinë. Dhe besoj ky ishte ai momenti që zoti Trump do e përdorte edhe si element të themi mirë kuptimi me Kinën, se Kina është nga vendet më të dëmtuara për sa i përket Hormuzit, pa çka sa ata kanë gjetur elemente të tjera. Hormuzi kalon 20% e naftës që përdoret në botë dhe Kina merrte nga kanali Hormuzit dhe nga Venezuela 70% naftës. Po, dhe merr 1.4 milion fuqi nafte në ditë, kur ishte normale. Megjithatë, kinezët kishin parashikuar dhe kishin bërë depozitat lundruese me ato po rinë tani. Dhe unë besoj në këtë qasje Shtetet Bashkuara të Amerikës do e kenë shumë vështirë që të përballen normalisht me Kinën, se ekuilibrat politike janë ekuilibra ekonomik. Dhe unë besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës luftën e kanë nisur me ngucjen e Izraelit për të kufizuar jashtëzakonisht Izraeli, Iranin për interesat e veta, por Shtetet Bashkuara të Amerikës indirekt për të kufizuar Kinën. Dhe realiteti ku jemi është e pakalkuluar mirë, me objektiv të paqartë, e para sepse çdo luftë që të marrë jetë duhet të fusësh forcat e këmbësorisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës e dinë shumë mirë që nuk kam pse të rrezikojnë një luftë që nuk është se i prek aq shumë direkt. Dhe në këtë sens po mendoj ka qenë një luftë e filluar jo mirë, që po kalkulohet sërish jo aq mirë dhe që nuk do përfundojë mirë për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do jetë katastrofale edhe për Izraelin, po dhe për Iranin. Dhe mbi të gjitha, lindja e mesme u kthye një hapësirë siç ka qenë mbas luftës dytë botërore. E paqartë, më konfuze se sa ishte, dhe mbi të gjitha, Amerikës i është bërë një padrejtësi shumë e madhe, sepse Amerika nuk është Trumpi. Amerika është prapë do ngelet ideal për njerëzit. Amerika humbi për 2 vjet që s'janë bërë akoma të zoti Trump, ka humbur besueshmërinë ke njerëzit, ka humbur nivelin e demokracisë, është në nivelet më të dobta, dhe mbi të gjitha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë me autoritet moral në botë. Për fatin e madh, kam parë, sidomos në orët e fundit, reagimet e individëve të jashtëzakonshëm, për shembull sekretari i Thesarit, i cili do e heqin, në mos gaboj dhe është në
periudhë tranziti. Ai shefi inteligjencë servisit do dërheqen. Shefi inteligjencë, por shefi thesarit ka bllokuar politikat e zotit Trump për normat e interesit. Ben, Po. a mendoj që kjo luftë, për ta përmbledh, kjo luftë po çon dhe në një krizë ekonomike e cila tashmë i ka gallzuar shenjat e para. Rritja e gazit dhe me rritjen e gazit do të rriten gjithë çmimet e tjera të ushqimeve, gjithë produkteve të tjera deri ke ndërtimi. Dje po bisedoja me që është rrit edhe në Shqipni tmerrsisht. Dhe një biznesmen po më thotë me këtë rritje çmimes gazit ne nuk kemi leverdi me punu më, se na shko kosto 34%. Dhe siç tham, bota duket sikur do të gjejë një rend të ri botëror, por historia na ka mësuar se sa herë që ka ndryshuar rendi botëror ka pas luftrat botërore. Rendet ndryshojnë me luftra. Dhe unë kam përshtypjen që ne jemi futur në ndryshim në rendit, por ne nuk arrim ta kuptojmë akoma. E para sepse Rusia tashmë është futur në një aksion ku ka treguar një pjesë të interesit saj gjeostrategjik të hapur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu, dhe pothuajse të dyja nuk e respektojnë më ligjin ndërkombëtar. Kina paradoksalisht duket sikur e respekton ligjin ndërkombëtar, po unë besoj që nuk është e largët dita që dhe ata do marrin Taiwan. Do marrin Taiwan, do marrin rrugë. Do marrin. Dhe unë besoj që këto do e çojnë botën drejt fillimit të një rendi të ri, po ky rend i ri nuk është më rend me fitues, siç ishte mbas luftës së dytë botërore. Rendi ku jemi ne sot është rendi i frikës nga armët bërthamore, që do të thotë çdo vend që ka armë bërthamore ka një arkitekturë mbrojtëse krahasimisht me të tjerët. Prandaj Pakistani, megjithëse është rrëmuj, deri diku është vend i sigurt se ka armë bërthamore. Korea e Veriut, një shtet absurd që nuk flitet fare, ka armë bërthamore. Ky lloj rendi i ri që nuk do të jetë më fitues, pra do të jetë rend i ndërtuar mbi kërcënimet bërthamore, a do të vënë pikpyetje dhe sistemet demokratike? Absolutisht. Në momentin që jemi, sistemet demokratike tashmë janë, të themi, si historia e dinosaurëve. Më vjen keq ta themi që për njerëzit do ngelet në memorien e tyre që ekzistenca e demokracisë. Europa besoj që do vazhdoj për shkak të protestanizmit dhe për shkak të vlerave të katolicizmit e tjera që ta mbruj pjesën realisht të civilizimit europian, po vendet e tjera as nuk duan t'ia dinë më për këtë. Madje Europën do e shikojnë si fosil në të ardhmen. E fundit ben. Europa BE-ja ishte për të vazhduar sanksionet kundër Rusisë, Putinit. Po. Trumpi do t'i liroj sanksionet. Çfarë thot kjo për ju? Kjo do të thotë që Rusia për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më vend agresor. Rusia është një vend fare i zakonshëm për të, dhe tashmë Europa është krejt e vetme dhe e pambrojtur. Dhe NATO është, më vjen keq ta them, një parashikim shumë pesimist, besoj është në kohën e bjerrjes plot saj. Faleminderit. Faleminderit.